Për të dhuruar momente vërtet të veçanta, si dhe për t'i rrethuar me mjaft dashuri, në shkollën nëntëvjeçare Marie Kaçulini në Durrës u zhvillua një aktivitet dedikuar fëmijëve me nevoja të veçanta. Mes lojrave dhe argëtimit, pranisë të prindërve të tyre, por dhe mësuesve ndihmëse, psikologëve, punonjësve social dhe stafit pedagogjik, 16 nxënësit e kësaj shkolle, të prekur nga çrregullimet e spektrit të autizmit, u ndjen si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre. Ky aktiviteti i dedikohet ndërgjegjësimit për autizmin, ku kemi marrë pjesë dhe fëmijë të tjerë që janë fëmijë tipik, si me vizatime, për shembull kemi pikturat që i kam vendosur dhe treguan shumë dëshirë për duke qenë se ka dhe fëmijët me nevoja të veçanta në klasë, treguan dëshirë për të punuar për këto piktura. Kush me një mesazh sensibilizues, fëmijët janë unik, fëmijët janë të barabartë, dhe ishte diçka shumë e bukur dhe treguan të gjithë një angazhim dhe ne vërtet na pëlqeu për ta bërë këtë aktivitet. Data 2 prill njihet në të gjithë botën si Dita Botërore e Autizmit dhe synon të rrisë ndërgjegjësimin për të gjithë personat e prekur nga çrregullimet e zhvillimit, por edhe të forcojë punën e institucioneve për më tepër vëmendje për përmirësimin e jetës së atyre që jetojnë me autizëm. Për prindrit e këtyre fëmijëve, përpjekjet për mirëritjen dhe përkujdesjen janë dy fish më të mëdha sesa për fëmijët e zakonshëm. Age Haxhia na tregon disa nga vështirësitë e fillimit me vajzën e saj, që tashmë frekuenton klasën e 4 në këtë shkollë. Ka qenë shumë vështirë, sepse që në vogëli, në qerdhet nuk e pranonin për shkak se nuk fliste ose kishte ato pjesën e agresivitetit të vet. Pastaj vazhdoi në klasë të parë. Në klasë të parë erdhëm te këtë shkolla Marie Kaçulini. Këtë shkollë falenderoj shumë sepse vetëm kjo ma ka pranuar dhe kanë qenë të vështira fillimet, përderisa nuk ishte edhe mësuese ndihmëse, por janë munduar gjitha mësuesit që e kanë pasur që në klasë parë, të dytën, të tretën, që ma kanë afruar në dhënë detyra të ndryshme. Së bashku me bashortin, ata janë prindër të 4 fëmijëve, por për shkak se ai është i vetpunësuar, fëmijët e tyre nuk mund të përfitojnë bursë shkollore. Në familjen me 8 antar, të vetme të ardhura janë puna e bashortit dhe kempi i vajzës. Në këto kushte, Age Haxhia e ka të pamundur ta çojë vajzën çdo ditë në terapi. Ndihma nuk është shumë e madhe nga shteti, ndërkohë që vajza e do terapinë çdo ditë. Unë vetëm 2 herë në javë i bëj terapi, sepse ka dhe pjesën e ushqimeve që i do ekstra, i do të veçanta për veten e vet. Shteti të paktën të sigurojë që të ketë fëmijë edhe logopedin edhe terapisën sigurisht fizia, të paktën një logoped për këtë ose aktivitete të ndryshme për këta fëmijë. Duhet patjetër që punojësit jenë të gjithë të specializuar, por edhe të kemi një fizioterapist, pse jo, një logoped, sepse kemi fëmijë që kanë nevojë dhe për pjesën e fizioterapisë, dhe pjesa e sklerozës, zhvillimi motorik, zhvillimi global e kanë pak më të ngadalësuar krahasim me moshën kronologjike që kanë. Në këtë shkollë studiojnë 16 fëmijë me nevoja të veçanta dhe për drejtoreshën e Tleva Çelmeta. Është një fakt mjaft pozitiv që vit pas viti, ndërgjegjësimi dhe mirëkuptimi i nxënësve të tjerë dhe prindërve të tyre ka ardhur gjithnjë duke u rritur. Janë 16 nxënës me spektrin autizëm të regjistruar nga klasa e parë deri në klasën e 9. Ne si shkollë në fakt kemi një historik të paktën që nga koha që unë kam qenë mësuese në 2019 deri sot, kjo shkollë ka pasur nxënës me aftësi ndryshe dhe nuk është se nuk kanë qenë mbështetës, por gjithmonë numri ka ardhur në rritje, duke u rritur në fakt. Këtë mund ta themi, është një fakt që realisht ekziston. Dhe nxënësit i shohim edhe prindrit e atyre nxënësve i shohim që në fakt janë shumë mirëkuptues dhe mbështetës. Në shkollat e Bashkisë Durrës në ciklin nëntëvjeçar dhe të mesëm studiojnë rreth 300 fëmijë me nevoja të veçanta.